Një ndeshje për të cilën mund të komentosh shumë. E tillë ishte ajo mes Kukësit dhe Skënderbeut, dhe të ndryshme ishin deklaratat e të dyja palëve pas saj. Trajneri i vendasve, Peter Pakult, pati vetëm një vërejtje për futbollistët e tij, ndërsa sidoqoftë vlerësoi lart kundërshtarin. Normalisht që jemi të mërzitur se na iku fitoria nga dora, por nuk duhet të harrojmë se kishim një ndeshje ndaj Skënderbeut që kryeson. Ndodhi kjo që ndodhi me rezultatin 2-2, por jeta vazhdon. Natyrisht nuk është mirë që nuk mban dot avantazhin 2-0 dhe ne duhej ta kishim bërë këtë, pavarësisht sa i fortë është Skënderbeu. Nuk e menaxhuam mirë ndeshjen në pjesën e dytë, por mendoj se i meritonim 3 pikët. Më shumë i kënaqur se sa jo, kolegu i austriakut Ilir Daja. Strategu i Skënderbeut tregon se përse ekipi i tij arriti të shmangte humbjen kur dukej e pamundur. Ishte një pikë e marrë nga mentaliteti fituesit, sepse atë të cilën që e posedon ekipi, sepse nga një dizavantazh 2-0 me një terren që rëndohej nga momenti në moment, treguan forcë karakteri. Sigurisht jam kënaq sepse vjen nga një dizavantazh 0-2 dhe kjo është ajo kënaqësia e kësaj edhe për vetë faktin tjetër që sot kishim shumë mungesa. A do të kishte qenë më mirë të mos luhej në këto kushte? Në pushim u diskutua që të shtyhej. Mendoj se një ndeshje që fillon duhet të mbaroj pa atë ditë që luhet. Ishte e vështirë, por u bë mirë që u luajt. Besoj për të dy ekipet do ishte më volitshme, do ishte më mirë për një futboll më spektakolar, jo vetëm për ne, po edhe për Kukësin.